Në kohën kur janë njohur me rregulloren e maturës shtetërore 2026, programet orientuese dhe testet model, maturantët do të nisin plotësimin e formularit A1 dhe A1Z, ku do të përcaktojnë lëndën me zgjedhje që do t'japin provim pas përfundimit të vitit shkollor. Maturantët Gjirokastrit do të kenë në dispozicion periudhën 2 deri në 11 shkurt për plotësimin online të këtij formulari. Unë kam zgjedhur qytetari psikologji për të hedhur. Pse pikërisht këtë? Po, sepse më pëlqejnë këto lëndë shoqërore, jam edhe në pas atyre dhe besoj do ja dal. Jeni njohur me këto rregulloren e maturës, me këto testet model, me programet orientuese? Po, jemi njohur, madje sot zgjidhem dhe një model testi të matematikës, e bërë me profesorin. Kam vendosur të zgjedh ekonominë, sepse më duket pak më lehtë. Kam vendosur ta vazhdoj këtu në Universitetin e Gjirokastrës, kontabilitet financë. Sa të qartë jeni mbi rregulloren e maturës, me programet orientuese, me testet, ndoshta modeli, keni parë këto kohë? Po, patjetër, madje sot i shqyrtuam pak më shumë, i zgjidhëm me mësuesët. Na janë dukur goxha të lehta, me ndihmën e mësuesve. Dhe po njihemi akoma edhe më shumë në vazhdim se që t'i zgjidhim. Këto ditë ne do të plotësojmë formularet, por faktikisht unë nuk e kam vendosur ende se çfarë lënde do zgjedh, por gjithsesi unë jam midis dy lëndëve historisë dhe gjeografisë, sepse dega që unë dua të vazhdoj është juridiku dhe e gjej më shumë veten tek lëndët e historisë dhe gjeografisë. Drejtoresha na ka njohur me rregullat, me testat, kemi bërë ushtrime. Janë 320 maturantë në shkollat e Gjirokastrës e Libohovës që tashmë do të nisin përgatitjet për provimet e maturës, bazuar në kalendarët e hartuar për zhvillimin e konsultimeve. Maturantët e shkollës tonë janë njohur me programet orientuese për çdo lëndë të maturës shtetërore, gjithashtu edhe me rregulloren e maturës shtetërore. Janë njohur me testet model për secilën prej lëndëve. Së shpejti neve kemi përgatitur edhe buletinin e konsultimeve dhe normalisht do të funksionoj kjo që nga shkurti dhe në vazhdimsi, ku nxënësit do të updatehen dhe do të afrohen më shumë me testet e secilës prej lëndëve dhe pyetjet të cilat i mundojnë ata apo i kanë të paqarta për secilën prej lëndëve që janë provim në maturën shtetërore. Kryesisht është matematika, është gjuha shqipe, anglishtja dhe lënda me zgjedhje. Provimet e maturës shtetërore 2026 do të startojnë më 2 qershor me gjuhën e huaj për të vazhduar me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 9 qershor, matematikën në datën 16 dhe provimin me zgjedhje në 23 qershor.